Zbatimi i marrëveshjes së kufirit të integruar Kosovë-Maqedonia e Veriut, modeli do ta lehtësojë lëvizjen e lirë. Të hënën Bashkimi Evropian diskuton për masat ndaj Kosovës, shtetet anëtare kërkojnë hapa konkret nga Prishtina. Përpos protestave, iniciativa qytetare asnjë cent më shumë përgatit padi kundër zyrës së rregullatorit të energjisë. Hapet fushata zgjedhore në Shqipëri, partitë politike premtojnë integrim evropian e zhvillim ekonomik. Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Kosova dhe Sudani kanë vendosur zyrtarisht marrëdhënie diplomatike duke hapur rrugë për një partneritet të ri ndërkombëtar. Kështu ka bërë të ditur presidentja Vjosa Osmani gjatë një takimi që ka zhvilluar me ministrin e jashtëm të këtij shteti në margjinat e forumit diplomatik të Antaljas. Faleminderit në emër të popullit të Republikës së Kosovës. Ky është fillimi i një partneriteti të madh, tha Osmani, që sipas saj ky zhvillim përforcon më tej përpjekjet e Kosovës për njohje globale dhe integrim ndërkombëtar. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka reaguar pas propozimit të një rezolute në Kongresin Amerikan që kërkon drejtësi për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Në një postim në rrjetin social X, Osmani u shprehu falënderim për ligjvënësit amerikan dhe shprehu pritjet që kjo rezolut të miratohet. Presidentja kujtoi se miratimi i kësaj rezolute do të ishte një hap i rëndësishëm përpara, sidomos në prag të 14 prillit, ditës kombëtare për të mbijetuarit të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Presidentja Vjosa Osmani, e cila po merr pjesë në edicionin e 4 të forumit diplomatik të Antaljas, ka takuar ministrin e jashtëm të Kenjas, Musalia Mudavadi. Ky takim vjen pak kohë pasi Kenia njohu pavarësinë e Kosovës. Gjatë këtij takimi u diskutua për fushat e bashkëpunimit me interes të përbashkët, të cilat do të konkretizohen gjatë vizitës zyrtare në Kenia. Ajo ka falendëruar Kenian për njohje të shtetit e Kosovës, duke quajtur këtë vendim historik që kontribuon për paqen e stabilitetin afatgjat në rajonin tonë. E një epokë e re, bashkëpunimi mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut ka nisur sot me përurimin e pikëkalimit të përbashkët kufitar në Blac. Me modelin e ri hyrje, qytetarët do të kontrollohen vetëm në hyrje të shtetit pritës, ndërsa të dhënat do të ndahen përmes një sistemi teknologjik të përbashkët. Kryeministrat të dy shteteve përkatëse, Albin Kurti dhe Kristian Mickovski, morën pjesë në përurim. Zyrtarët nga të dyja palët vlerësuan projektin si një bashkëpunimi dhe zhvillim rajonal. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe ai Maqedonisë së Veriut Kristian Mickovski përuruan sot vendkalimin e përbashkët kufitar në Blac, i cili pritet të ndihmojë në lehtësimin e qarkullimit të qytetarëve. Modeli i ri i pikëkalimit të përbashkët kufitar në Blac, i bazuar në parimin hyrje-hyrje, është shembull i përparimit konkret e praktik dhe shenjë e rritjes së mirëbesimit midis nesh. Tani e tutje, qytetarët do të kontrollohen vetëm në hyrje të shtetit pritës, ndërkaq të dhënat do të shkëmbehen në kohë reale përmes një sistemi të përbashkët teknologjik. Granica tamošnje treba da bude naš. Kufiri mund dhe duhet të jetë urë jone e përbashkët, urë e cila lidh njerëzit, idetë dhe mundësitë, urë përmes së cilës flasim dhe flitet për besim, bashkëpunim, shkëmbim ekonomik, zhvillim të kulturës dhe të turizmit, urë të cilën do të kalojnë miliona qytetar, por edhe miliona shpresa dhe plane. Vendkalimi i përbashkët kufitar pritet i largojë radhët e gjata të pritjes së qytetarëve në të dy anët e kufirit. Në Blac, aty ku para 26 vitesh u vënë në test njerëzimi dhe përcaktimi i tij për lirinë, për bashkimin, për të ardhmen, sot simbolikisht po nisim një histori të re
të bashkëpunimit për zhvillim dhe për përparim. Ky është padyshim një pasqyrim i aspiratave tona të përbashkëta për kufi të hapur por të sigurt. Formati i kalimit kufitar me vetëm një ndalesë është realizuar tashmë me sukses me Republikën e Shqipërisë dhe jam i bindur se po kështu do zbatohet edhe me Republikën e Maqedonisë Veriut. Gjatë javëve në vijim pritet të vihet në funksion edhe vendkalimi i dytë kufitar mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës, ai që lidh Jazhincën me Globocicën. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të diskutojnë të hënën në Luksemburg për të ardhmen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës. Megjithatë nuk pritet një vendim konkret për heqjen e tyre. Nga Kosova do të jetë e pranishme krye diplomatja në detyrë Donika Gërvalla. Diskutimi do të zhvillohet në kuadër të debatit mbi Ballkanin Perëndimor, që nis me një darkë pune të dielen me 13 prill mes ministrave të jashtëm të BE-s dhe homologëve të rajonit. Në takimin e SHN-s, ministrat e jashtëm të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian do të diskutojnë për masat ndaj Kosovës, mirë po nuk pritet që të merret ndonjë vendim konkret për heqjen e tyre. Kështu bëjnë të ditur burime diplomatike në Bruksel, të cilat janë të informuara mbi organizimin e këtij takimi. Shumë shtete anëtare, përfshirë disa ndër më të fuqishmet, shprehen kundër vazhdimit të masave dhe vlerësojnë se ato janë sipas tyre të pakuptimta dhe se njëkohësisht po e dëmtojnë procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe vetë punën e emisarit të ri evropian për dialogun. Mirë po, disa zyrtarë të lartë evropian tërheqin vërejtjen se shtetet anëtare janë të bllokuara në këtë drejtim për shkak të mungesës së unanimitetit për heqjen e masave. Sipas këtyre burimeve, kundër heqjes nuk janë vetëm shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën, por edhe disa nga ato që e kanë njohur pavarësinë e saj. Ato, siç thuhet, presin lëvizje konkrete nga Prishtina zyrtare në mënyrë që të mundsohet arritja e konsenzusit brenda BE-s për heqjen e masave. Këto diskutime do zhvillohen në kuadër të trajtimit të temës së Ballkanit Perëndimor në takimin ministror që do mbahet në Luksemburg. Këtij debati do t'i parapri një darkë pune e paraparë të mbahet të dielën më 13 prill mes ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian dhe homologëve të tyre nga shtetet e Ballkanit Perëndimor. Radio Televizioni Kosovës në kuadër të bashkëpunimit me Radio Televizionin Shqiptar ka zhvilluar debatin me opinionist shqiptar në studiot e RTS-s. Në debat është diskutuar për formimin e qeverisë së re me 15 prill, situatën politike në Kosovë, sfidat dhe problemet me të cilat do të ballafaqohet qeveria në ardhje si asociacionin e të tjera. Emisioni transmetohet sonte në orën 25 minuta në RTK. Ndjekim një pjesë të shkëputur nga debati. Është drejta e tij, por ama në disa gjëra duhet i kemi të përbashkëta. Dhe unë mendoj për politikat e jashtme veçanërisht për këtë gjë duhet të ishte gjetur një zgjidhje, jo domosdo ajo që do Kurti. Ore, si mund të kesh të përbashkëta kur tjetri thot, unë mendoj, për shembull, po të marr shembull, që më mirë për Kosovën është të bëjmë një marrëveshje me ndarje dhe me shkëmbim territoresh me Serbinë. Si mund të gjesh marrëveshje përbashkë kur thot në shkruaj asociacionin siç të thot Evropa? E kupton? Kjo është çështje qasje. Por problemi çka ka ndodhur në Kosovë, se ne e kemi ndjekur atë dhe kemi qenë dhe kundra. Unë kam qenë kundra ndarjes me një vizion edhe më të gjërë se sa vizioni, po themi, interesave lokale, në kuptimin që s'mund pranoj shtetet pastra etnike sot në botë, kur botë Evropa është me gjitho. Por ama, kjo gjë, qa ishte e keqe e madhe, edhe ndarjes kufive ose shkëmbimit kufive, që thonë. Heqim këtë të keqe, që e thash që është e përgjithshme, që s'dua s'kapse shtetet etnike. Por ama, duhet bëjmë dhe real politik. Mund të ndryshoj pak qëndrimin unë lidhur me atë veriun, ore si do të trajtojmë atë veriun. Duhet trajtojmë ashtu që
nesër ta përdori Vučići thot po diskriminohen se gjithë është problem. Kjo është teorike, më... Si teorike, më? Jo teorike, do t'i japësh disa... Do me thënë, ti, kur të hynë ai Radočić me bandën, ti mos nërysh, se mos mërzitet Vučići atje. Pra, se kjo është shumë teorike, që ta trajtoj më mirë veriun. Jo, mentori. Me që përmend Banjska, në gjykimin tim, e ja kam thënë edhe një zyrtare të lartë qeverisë Kosovës, Banjska nuk do kishte ndodhur në qoftë se Kosova do kishte marrëdhënie të mira me NATO. Kjo është në gjykimin tim e qartë dhe pa diskutueshme. Pra në qoftë se Kosova nuk do kishte prish marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me administratën demokrate, me KFOR-in, me komandantin e KFOR-it, me Bashkimin Evropian, Banjska nuk do të kishte ndodhur. Pra gjithë incidentet që kanë ndodhur në veri ka ndodhur thjesht dhe vetëm si pasojë e prishjes marrëdhënies së Kosovës me perëndimin apo me institucionet. Se mendoni kështu zotë? Pse? Si? Mendoni që është nxitur nga këta faktorë që ndodha ajo? Jo, Kosova, Serbia e pa që Kosova u dobësua për shkak të prishjes marrëdhënies me perëndimin dhe atëherë ndërtoi një incident që ishte provë, nëse mund të shtyjmë më përpara apo jo. Kasim tani për ngjarjen kryesore që për një muaj do të mbretëroj në Shqipëri. Forcat kryesore në vend, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, e ka nisur fushatën dhe po i prezantojnë platformat e tyre elektorale. Siç pritet, betejat për vota do të përqendrohen jo vetëm te problemet ekonomike dhe sociale, por edhe të qasjet për të ardhmen e vendit. Për më shumë flasim tani me analistin nga Shqipëria, Ben Andoni. Zoti Andoni, cili është mesazhi kryesor që PS e PD do të përpiqen të transmetojnë para zgjedhjeve të majit në Shqipëri dhe a mund të thuhet se këto dy parti do ta kenë shumicën e votave nga partitë të tjera politike? Po kjo është e dukshme me sistemin zgjedhor që ka Shqipëria dhe sidomos me ndryshimet kushtetuese që kanë bërë në vitin 2008 të dyja partitë, janë në formë rigoroze për ta mbajtur këtë lloj pushteti. Unë besoj edhe për pak vite të tjera, të dyja këto parti do ndryshojnë, ndoshta mund të ndryshojnë vendin me njëra tjetrën, po të dyja këto kanë pushtetet kryesore. Ndërkohë që paraqitjet që kanë bërë është që Partia Socialiste i është drejtuar vetëm të ardhmes, pa prekur shumë të tashme, për integrimin evropian, sepse ju e dini që Shqipëria po lëviz jashtëzakonisht shpejt dhe madje është me ritmin e malit të zi për hapjen e grup kapitujve. Ju e dini ditën e anë Shqipëria hap grupin e 4 të kapitujve, ndërsa Partia Demokratike theksin kryesore ka pasur ke pika e dobët e Partisë Socialiste, që është korrupsioni dhe problemi ekonomik. Madje disa minuta më përpara, zoti Berisha në paraqitjen e programit të tij e ka theksuar fort këtë dhe madje ka marrë dhe mbështetjen atje të strategut që ka marrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një nga njerëzit që ka punuar për zotin Trump, La Civitas, i cili ka theksuar që programi i Partisë Demokratike është program shumë i ngjashëm me atë të zotit Trump, dhe ky është një modus i cili po shfrytëzohet shumë nga Partia Demokratike këtu, por dhe është program i cili do e kthejë këtë parti patjetër në pushtet. Ndërsa Partia Socialiste ka marrë shumë qetë fushatën, është shumë e sigurt për fitore dhe siç u thash pak më përpara, pasqyrimi i saj është pasqyrimi i të ardhmes dhe pothuajse e ka nënshkaluar fare të shkuarën dhe të tashmen në drejtimin e 12 viteve të tyre. Në fund, zoti Andoni, cila parti shihet në avantazh në zgjedhjet e majit, apo mbas është herët për këtë gjë? Besoj që është pak herët, por Partia Socialiste ka një avantazh në mendimin tim, për arsyen e vetme që ata janë më të integruar dhe është një makinë elektorale shumë e madhe, sepse ka shumë njerëz në administratë të cilët do votojnë për Partinë Socialiste dhe njerëzit e tyre, po dhe pushteti kapilar, pushteti lokal, është pushteti i cili drejtohet nga Partia Socialiste dhe ata do mobilizojnë njerëz për fitoren e zgjedhjeve. Ndërsa Partia Demokratike do synojnë shumë përveç militantëve të vet edhe zonën gri. Por me çfarë shikoj personalisht, zona gri po zgjerohet dhe ndoshta zona gri do jetë ajo pjesa ku do
përpiqen të dyja partitë, përveç asaj që ne dim shumë mirë, të dyja partitë po përpiqen shumë që të tërheqin vëmendjen e diasporës shqiptare. Dhe madje diaspora shqiptare mund të bëjë një lloj kthese në këto zgjedhje. Zoti Andoni, ju falenderoj për intervistën dhe kohën. Faleminderit juve. Vendimi i zyrës së rregullatorit për energji për shtrëtimin e energjisë elektrike për 16.1% do të përfundojë në gjykatë, pasi shoqëria civile ka vendosur ta sfidojë ligjërisht. Grupi nga iniciativa qytetare Asnjë cent më shumë bën të ditur se padin kundër ZRE-s do ta dërgojnë të martën në gjykatë. Vendimi i zyrës së rregullatorit për energji për të arritur çmimin e energjisë elektrike për 16.1% do të përfundojë në gjykatë. Avokati angazhuar për ta ngritur padin nga grupi protestues Asnjë cent më shumë, Ardian Bajraktari, e ka konfirmuar për televizionin se po punojnë intensivisht që ta padisin sa më shpejt ZRE-n, të cilën e akuzojnë për vendim të paligjshëm. Përfaqësuesi i kësaj nisme qytetare, Ali Sefaj, tha se përveç protestave, tashmë kanë vendosur që t'i ndjekin edhe rrugët ligjore kundër vendimit të ZRE-s. Ne do ta dërgojmë padin në gjykatën themelore në Prishtinë, do të kërkojmë nga gjykata themelore në Prishtinë vendosjen e masës së përkohshme dhe presim që gjykata themelore në Prishtinë do të vendosë masën e përkohshme, e që besojmë shumë që ky vendim i marrëzisë do t'ju mbetet në sirtar si kujtim për vendimarrjen e turpit që kanë bërë, duke i rëndu jetën e qytetarëve të Republikës Kosovës dhe duke i rreziku bizneset që janë taksapaguesit më të vlefshëm të Republikës së Kosovës. Edhe dhoma e tregtisë dhe industrisë ka shprehur mbështetjen për çdo nismë ligjore të shoqërisë civile që kundërshton rritjen e çmimit të energjisë. Sidomos bizneset e vogla dhe startupet do të jenë shumë të rrezikuara nga funksionimi i tyre, për shkak edhe fuqisë së tyre ekonomike që e kanë. Pastaj e ke prodhues të tjerë, të cilët zakonisht shpenzojnë më shumë se 800 megawatt në përgjithësi për shkak prodhimit që e kanë. Ata pastaj do të jenë të detyruar, megjithëse për edhe viteve të tjera kur ka pas, sepse ky është viti hera tretë brenda 4 vjetëve që po na rritet çmimi i energjisë edhe goxha shumë në përgjithësi, edhe ata do të jenë në një moment caktuar të detyruar që të rrisin çmimet. Derisa të merret një vendim nga gjykata mbi këtë padi të paralajmëruar, qytetarët do duhet të paguajnë faturat e energjisë elektrike me çmimin e ri, prej 1 majit me një rritje prej 16.1%. Oda e avokatëve të Kosovës ka reaguar me shqetësim ndaj një kërkese të Departamentit të Hetimeve Tatimore dhe Inteligjencës në kuadër të ATK-s. Sipas kësaj ode, kërkesat që avokatët të dorëzojnë për një afat të shkurtër të dhëna të ndjeshme, përfshir informacione konfidenciale të klientëve, raporte me përmbarues, pasyra financiare dhe bashkëpunimi me sektorin publik dhe privat, përbën një shkelje të rëndë të parimeve kushtetuese. Oda thekson se kërkesa nuk ka bazë të qartë ligjore, nuk përcakton llojin e kontrollit apo objektin e hetimit dhe për këtë arsye konsiderohet si ndërhyrje sistematike në pavarësinë e avokatisë, ndërsa janë shprehur se do ta kundërshtojnë këtë praktik me hapa ligjore. Një ngjarje e rëndë tragjike ka ndodhur dje në Prishtinë, ku një vajzë 26 vjeçe ka rënë nga kati 7 i një ndërtese. Sipas njoftimit të policisë, një person është arrestuar në cilësinë e të dyshuarit në veprën shtytje dhe ndihmë në vetvrasje. Me vendim të prokurorit, trupi i pajet i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, ndërsa i dyshuari është dërguar në mbajtje. Në Prishtinë u hap panajiri i parë i ekonomisë qarkore në Kosovë, e cila shërben si një platformë për gjithë ata që merren me riciklimin, ripërdorimin dhe praktikat e tjera ekologjike. Kjo ngjarje është pjesë e projektit Ekonomia Rrethore për tranzicion të gjelbër, i cili po zbatohet nga rilindja e gjelbër dhe People in Need Kosovo në mbështetje nga Bashkimi Evropian në Kosovë. Medina Qoçaj është studente në vitin e 2 në fushën e dizajnit.
Ajo realizon veshjet e saj duke përdorur materiale të vjetra dhe të papërdorshme. Tema o kanë riciklimi materialeve, ku kena marrë materiale ose që nuk përdoren, dhe më thonë materiale të vjetra, që nuk janë përdorim, edhe kena bo veshje për mes që aty në materialeve, kena bo reciklim. është kanë një hyje shumë e mirë për neve, për shkak që e kena sfidua dhe vetën si studenta, edhe pse mos më marrë pjesë me një panajer, ku e kemi shpreh edhe kreativitetin tonë. Kurse Fazgjet Krasniqi merret me grumbullimin, menaxhimin dhe riciklimin e mbeturinave. Në kompaninë tonë bëhet, domethënë, granulimi i mbetjeve të plastikës, ku ky produkt është i gatshëm për secilën kompani prodhuese, cila merret me përpunim të plastikës, që munden me u shërby për çdo prodhues. Kalimi në një ekonomi qarkore që synon të minimizoj mbeturinat dhe të maksimizoj përdorimin e burimeve ekzistuese përmes modelit redukto, ripërdor dhe riciklo është më së i nevojshëm. Kështu tha në hapjen e panajirit të parë të ekonomisë qarkore RECO 2025. E kemi edhe planin për veprim të menaxhimit të mbeturinave, i cili përfshin vitin 2024-2026. Dhe faktikisht, kjo strategji deri në vitin 2035, sipas parashikimeve që ne mund të vlerësojmë që mund të shkon, do të arrijë deri në mbi 400 milion euro investime vetëm në menaxhimin integruar të mbeturinave. Sot ekonomia qarkore në botë ende është në zhvillim e sipër, vetëm 8% e ekonomisë botërore është ekonomi qarkore, që do të thotë se ka hapësirë jashtëzakonisht shumë. Kosovë kemi hapësirë edhe më të madhe për të zhvilluar, sepse jemi në fazën shumë fillestare të zhvillimit të ekonomisë qarkore. Në këtë panajir morën pjesë 26 biznese, të cilat promovuan produktet e tyre të ripërdorura dhe të ricikluara, duke dëshmuar angazhimin e tyre në mbrojtje të mjedisit dhe zhvillimit ekonomik të vendit. Në parkun e Gërmis u përurua këndi rekreativ me një sipërfaqe prej rreth 2000 metra katror. Në përurimin e këtij këndi mori pjesë dhe kryetari i Prishtinës Përparim Rama. Këndi i ndërtuar tërësisht nga materiale organike ofron hapësira për lojë, edukim dhe relaks për të gjitha moshat. Nën freskinë e pishave në zemër të parkut të Gërmis, u hap këndi i ri rekreativ i ndërtuar tërësisht me materiale ekologjike. Në përurimin e këndit më të ri të parkut mori pjesë edhe kryetari i komunës së Prishtinës Përparim Rama. Ai theksoi se ky kënd, me sipërfaqe prej rreth 2000 metër katror, ofron hapësira të dedikuara për lojë, mësim dhe argëtim për të gjitha grup moshat. Ai shtoi se projekte të ngjashme do të realizohen edhe në parqet e tjera në Prishtinë. Është i pari, po themi, këtij lloji që tash do të vazhdojmë në gjitha pjesët të Prishtinës me këtë lloj të materialeve, me këtë sistem, i cili është shumë i sigurt për fëmijët tonë dhe përveç që është rekreacion, është aspekt i edukimit, pra mundet me eduku gjatë rekreacionit, po është i përshtatshëm për gjitha grup moshat. Prej 3 vjetë faktikisht, po 3 deri në 6 është familje me prind, e prej 6 deri në 12 fëmijë mujnë me përdorë vetë. Drejtoresha parqeve Donika Qeta tha se ky model ndërtimi do të shërbej në edukimin e brezave të ardhshëm për të pasur një jetë më të shëndetshme dhe më të sigurt. Jo vetëm që është i ndërtuar nga elementet e drurit që janë mjedisdashëse, por ka edhe koncepti është i zhvillimit të këtij projekti është gjithë përfshirës, duke nxitur kështu aktivitetin e fëmijëve fizik, edukativ dhe atë shëndetësor. Është i ndërtuar nga zona të veçanta që përfshin të gjitha moshat, po ashtu ka edhe panele të sigurisë për t'ju treguar që duhet të mbrojtur mjedisin, po edhe të kenë edhe kujdes. Ky është një park i cili do të inkorporohet edhe në lagjet e tjera të natyrës së tillë.
Sipas zyrtarëve komunal, ky është këndi i parë i këtij lloji në rajon. Për herë të parë Olimpiada Evropiane e Matematikës për vajza po mbahet në Kosovë. Ngjarja nisi sot në Prishtinë me pjesëmarrje të vajzave nga mbi 60 shtete. Këtë organizime kanë përkrahur edhe institucionet e Kosovës. Në një garë të tillë në vitin 2020, përfaqësueset e Kosovës kishin marrë 2 medalje. Në përvjetorin e 26 të betejës së Vrellës u kujtuan në një ceremoni nëndëshmore që ranë për lirinë e Kosovës pjesëtar të brigadës 133 Adrian Krasniqi. Ishte qendresa heroike e brigadës. Djemt dhe vajzat e ushtrisë qlirimtare të Kosovës nga Treva Podgurit ju bashkuan kushtrimit e Adem Jasharit nga Përkazi dhe zjarrit të luftës për liri të Haradinajve në Glogjan. Ky zjarr çlirimi bëri që sot jemi të lirë dhe të kemi shtetin tonë. Kështu u tha sot në ceremoninë përkujtimore për 26 vjetorin e betejës së Vrellës, ku ranë 9 dëshmorë të kësaj ane. Çdo popull që ka dashur të jetojë lirë, është dashur ta fitojë atë me beteja, mund dhe sakrifica. Në këto beteja ranë djem dhe vajza, burra dhe gra, trima të paepur, që rrallë herë i takon gjatë historisë e që hynë në plejaden e lavdisë. Me 12 dhe 13 prill të vitit 99, kur forcat serbe ndërmorën ofenzivën e tyre barbare, ishte qendresa heroike e brigadës 133, e djemve dhe vajzave të kësaj brigade, që mbrojti jo vetëm territorin, por edhe dinjitetin tonë si kom. Të gjithë dëshmorët që ranë këto ditë lavdishme, djem dhe vajza të rinë, me zemër të madhe, me ëndra për jetë, por që zgjodhen të mos jetojnë të përkulur e të shtypur, por të vdesnin për drejtësi dhe liri. Në çdo orë historike që mbajmë në shkollat tona, unë nxënësve të mi ju tham, derisa ju e gëzoni lirin, ne familjet e dëshmorëve ja dim vlerën. Ata edhe 1 milion jetë po të kishin, prap do të na i falnin neve, do t'ja falnin atë dheu. Në betejën e Vrellës ranë dëshmorët Ismet Bicaj, Abedin Dervishaj, Bujar Visoqi, Izet Shatri, Gjafer Mehmetaj, Skënder Maraj, Nezir Mujaj, Smajl Fetahaj dhe Gjafer Hasaj. Marrëveshja e koalicionit të qeverisë së re nën kancelarin e ardhshëm Friedrich Merz ishte në qendër të vëmendjes këtë javë në Gjermani. Cili është ndikimi i kësaj marrëveshje për Kosovën, Shqipërinë dhe rajonin? Kjo është në qendër të përmbledhjes javore nga Berlini që sjell për ju korrespondentja e Deutsche Welles, Anila Shuka. Kryefjala e kësaj jave në Gjermani ishte marrëveshja e re e partive të koalicionit Kristian Demokratëve, Kristian Socialëve dhe Social Demokratëve. Të bërkurën ata e prezantuan këtë marrëveshje prej 144 faqesh që është programi i ri që do të drejtojë Gjermaninë në 4 vitet e ardhshme. Në këtë marrëveshje ka edhe një pjesë që prek drejt për drejti qytetarët e Ballkanit Perëndimor. Qeveria e re ka vendosur që ta zvogëlojë, saktësisht ta përgjysmoj kontingjentin e lejeve të punës së punëtorëve nëpërmjet rregullores së Ballkanit Perëndimor. Sipas marrëveshjes së re, kuota për punësim nga Ballkani Perëndimor do të ulet nga 50.000 në 25.000 në vit. Në marrëveshjen e re të koalicionit vjet re edhe një kthesë dukshme në politikat e migracionit. Kryetari konservator Merz njoftoi masa të reja si kontrollet dhe kthimet në kufi, përfundimin e programeve të pranimit vullnetar për shembull për refugjatët nga Afganistani, si dhe pezullimin e bashkimit familjar për disa grupe azilkërkuesish. Ukrainasit që do të vinë në të ardhmen në Gjermani nuk do të përfitojnë automatikisht ndihma sociale. Qeveria e re dëshiron gjithashtu të ndryshojë ligjin e shtetësisë. Nuk do të ketë më shtetësi të përshpejtuar pas vetëm 3 vitesh qëndrimi në Gjermani, theksoi Merz, por shtetësia do të merret vetëm pas 5 vjetësh. Kryetari i Unionit Kristian Demokrat dhe njëkohësisht kancelari i ardhshëm i Gjermanisë, Friedrich Merz, e cilësoi marrëveshjen e re të koalicionit si një sinjal të fortë se Evropa mund të mbështetet te Gjermania. Gjermania është në rrugë në dur. Ajo do të plotësojë detyrimet në fushën e mbrojtjes dhe është e gatshme të forcojë konkurrueshmërinë e saj.
Dhe kjo nuk është vetëm Gjermania, por është Evropa, është Bashkimi Evropian, tha Friedrich Merz. Lideri i CDU-s, Friedrich Merz, pritet që të zgjidhet kancelar në javën e parë të majit, ndoshta më 7 maj. Më parë, partitë duhet të miratojnë këtë dokument bazë dhe aty do të merren vesh edhe si do të ndahen postet ministrore. Një gjë mbetet e qartë, Ballkani Perëndimor do të vazhdojë të jetë në fokus të kancelarit të ardhshëm Friedrich Merz, pasi ai do të vijojë projektin e iniciuar nga paraardhësit e tij, pra procesin e Berlinit, si një platformë për të mbështetur vendet e Ballkanit Perëndimor drejt Bashkimit Evropian, thuhet në marrëveshjen e koalicionit. Kas për këtë edicion qendror, ju faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim.